Një tjetër anije rojë zbregdetare italiane ka mbërritur pas ditën e së njëjtës në portin e Shëngjinit, duke sjellë 15 emigrantë të cilëve u është refuzuar azili në Itali. Mjeti lundrues u ankorua një ditë më parë, ndërsa emigrantët janë dërguar fillimisht në qendrën pritëse për procedurat përkatëse, përpara se të transferohen në kampin e Gjadrit. Kjo është hera e katërt që emigrantët të dëbuar nga Italia morrin në territorin shqiptar në kuadër të marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Italisë, që buron nga dekreti i ri i qeverisë italiane, të kryesuar nga Meloni. Aktualisht, në kampin e Gjadrit ndodhen rreth 30 emigrantë, të cilët po qëndrojnë aty deri në përfundimin e procedurave të deportimit të drejt vendeve të tyre të origjinës, me një afat maksimal prej 18 muajsh. Fillimisht, kampi i Gjadrit është parashikuar të funksiononte si një qendër pritje të azilkërkuesve të shpëtuar në det, me qëndrim maksimal deri në 28 ditë, por pas ndryshimeve ligjore të miratuara nga qeveria italiane, funksioni i kësaj qendre është zgjeruar, duke u kthyer atë në një qendër ndalimi për personat që presin deportimin pas refuzimit të azilit.